Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Thoni lëm të mirë diabetit pa ndonjë ilaç vetëm duke konsumuar këto 3 ushqime. Të gjesh kombinimet e duhura me qëllimin që të mbash të ekuilibruar nivelet e sheqerit në gjak mund të jetë shumë e vështirë. Prandaj, çdo frut apo perime e cila konsumohet duhet që të jetë të duhura. Këtu ju do të gjeni të listuar disa ushqime të cilët ndihmojnë me diabetin e tipit 1 dhe tipit 2. Perimet. Perimet si për shembull spinaqi, lëpjeta, sallata janë plot me vlera dhe pak kalori. Duke qenë se ato treten shpejt nga organizmi, nuk e rrisin nivelin e sheqerit në gjak. Gjithashtu, këto produkte janë të pasura edhe me vitaminën C, e cila po ashtu luan një rol tepër të rëndësishëm në eliminimin e inflamacionit dhe të tensionit të lartë. Peshku. Peshku është gjithashtu një nga produktet më të shëndetshme. Salmoni, sardelet, açuget janë burimi më i mirë për yndyrrat omega 3 dhe acidet DHA dhe EPA, të cilat po ashtu e ndihmojnë zemrën. Për të gjithë personat të cilët vuajnë pikërisht nga diabeti, duhet që t'i konsumojnë ato pasi janë të predispozuar që të preken nga sëmundjet e zemrës. Këto acide mbrojnë qelisat dhe nga ana tjetër reduktojnë inflamacionin duke përmirësuar qarkullimin tuaj të gjakut. Kanella. Kanella është e pasur edhe me antioksidant të cilët mbrojnë shëndetin e syve. Studimet të shumta mjekësore kanë vërtetuar se kanella mundet që të ulë nivelet e sheqerit në gjak dhe nga ana tjetër të përmirësoj edhe ndjeshmërinë ndaj insulinës. Një tjetër studim vuri re se kanella arrin që të ulë edhe kolesterolin dhe nivelin e triglicerideve. Vezët. Vezët janë vërtet një paket me vlera shëndetësore, përveç se mbajnë më gjatë të ngopur nëse ato konsumohen rregullisht, ato ulin edhe rrezikun e prekjes nga sëmundjet e zemrës. Vaji i ullirit. Vaji i ullirit ndryshe mund të quhet edhe si balsami i zemrës. Ai përmban acide yndyrore të cilat ndihmojnë në prodhimin e substancës HDL që është parë të jetë në shifra jo të shëndetshme tek personat me diabetin e tipit 2. Gjithashtu, vaji i ullirit ndihmon në ekuilibrimin e tensionit të gjakut dhe qarkullimit të tij për një zemër akoma edhe më të shëndetshme. Diabeti është një sëmundje kronike ku niveli i sheqerit në gjak rritet. Përveç terapisë me ilaçe, ju duhet të dini se niveli i sheqerit në gjak është një problem shëndetësor mjaft i përhapur dhe duhet të dini se mjekët dhe nutricionistët të rekomandojnë disa ushqime të cilat ju mundet që t'i konsumoni. Por çfarë liste përmban kjo? Cilat janë ushqimet e rekomanduara dhe ato të cilat duhen shmangur? Në përgjithësi, dieta më e mirë për të ndjekur në rastin e diabetit është pikërisht zgjedhja e disa ushqimeve bimore të cilat mund të rregullojnë nivelin e sheqerit në gjak, të shoqëruar me aktivitet fizik gjithmonë i rëndësishëm. Arra. Në përgjithësi, arrat janë një zgjedhje shumë e mirë. Çfarëdo lloj arre përmban një sasi të mirë yndyrash tepër të shëndetshme. Këto yndyra njihen edhe për të përmirësuar kontrollin e sheqerit në gjak. Çaj. Çaji është plot me antioksidant. Shumica e mjekëve sugjerojnë që ju të pini çaj në baza natyrore ditore, jeshil ose të zi, përsa kohë është rreptësisht çaj pa sheqer të shtuar. Patate e ëmbël. Ne të gjithë e dimë se patatet e bardha nuk janë të mira për shëndetin, por fatmirësisht na është dhënë një patate e cila ka përfitime shëndetësore. Zvogëlon rezistencën e insulinës, ul kolesterolin dhe parandalon rritjen e sheqerit në gjak. Gjatë gjithë kohës hani një patate të ëmbël. Vaji i ullirit.
Vaji i ullirit është një nga burimet më të mira për të luftuar diabetin. Në mes dhe, vaji i ullirit është një element kryesor i cili kontribon në jetëgjatësinë dhe në një mënyrë jetese tepër të shëndetshme. Tërshëra nga ana tjetër ndihmon edhe në ngadalësimin e shndërrimit të karbohidrateve në sheqer. Ajo është e ngarkuar me fibra. Kanella. Një nga gjërat më të mira për kanellën është një zëvendësim i mirë i sheqerit tek ëmbëlsirat. Studime sugjeron se ajo mundet që të ulë nivelin e sheqerit në gjak. Shpargujt munden që të zvogëlojnë rrezikun e shumë sëmundjeve, përfshirë edhe diabetin e tipit 2. Është sugjeruar njëkohësisht se mund të rritet edhe prodhimin e insulinës. Çokoladë e zezë. Për sa kohë ajo është ekstra e zezë, sa më e errët të jetë çokolata, aq më pak sheqer përmban. Jo vetëm që ajo është e pasur me antioksidant, por njëkohësisht është provuar se mundet edhe që të zvogëlojë rezistencën e insulinës. Spinaci është i shëndetshëm, por për diabetikët është edhe më i dobishëm. Zarzavatet me gjethe jeshile janë një nga ushqimet më të rekomanduara për diabetikët dhe për këtë arsye spinaci është shumë herë më i mirë se sallatat. Farat e linit. 3 nga komponentët më të mirë për të luftuar diabetin janë të paketuara tek farat e linit, yndyra të shëndetshme, fibra dhe njëkohësisht proteina. Kosi i thjeshtë. Kosi pa yndyrë është një super ushqim. Është sugjeruar gjithmonë që kosi zvogëlon në rrezikun e diabetit të tipit 2. Avokado. Avokadot kanë aftësinë për të ulur nivelin e sheqerit në gjak. Ato gjithashtu luftojnë edhe sëmundjet e zemrës. Kale. Kale është seriozisht një nga perimet më të shëndetshme në botë. Ajo e zvogëlon rrezikun e diabetit të tipit 2 dhe nivelet e sheqernave të atyre me tipin 1. Brokoli. Nëse ka një perime të bërë për diabetin, është pikërisht ndoshta brokoli. Ai përmban një përbërës të veçantë i cili natyrisht lufton diabetin dhe kontrollon nivelin e sheqerit në gjak. Ai madje mbron edhe nga sëmundjet e zemrës. Fasulet. Fibra. Për një diabetik, fibra është një pjesë e rëndësishme e dietës tuaj dhe fasulet janë një nga burimet më të mira. Fasulet në baza javore mund të ndihmojnë në uljen e nivelit të glukozës në gjak, vetëm mos e egzagjeroni me sasinë. Fasulet në baza javore munden të ndihmojnë edhe në uljen e nivelit të glukozës në gjak. Manaferrat. Çdo lloj kokre të kuqe janë të mira për diabetin. Për diabetin e tipit 2 mund të rrisin prodhimin e insulinës dhe për tipin 1 mund të nivelojnë nivelet e sheqerit në gjak. Ato janë gjithashtu të pasura me antioksidant dhe fibra. Farat. Ato janë të pasura me yndyrna të shëndetshme si omega 3. Ato kanë pak karbohidrate dhe përmbajnë një burim të mirë hekuri. Farat e lulediellit janë një zgjidhje e mirë, por farat e kungujve janë akoma edhe më të mirë. Mirë po ju duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.